me rrezik. Sali Berisha paralajmëron rikandidimin e tij për kryetar të Partisë Demokratike në prill të vitit 2026. Kush të doj, le ta rivalizoj. Po, do ketë një garë për kryetarin e PD-s. E hapur. Urdhë? Kandidat në 2026? Po sigurisht do jem. Pyetja është kjo. Mesazhi ishte i qartë për rebelët. Si deputeti dhe kreu i Forumit Trinor, Demokrat, Besart Xhaferi, i cili një ditë më parë i kujtoi doktorit të zbatoj njëherë statutin. Doktori e qetësoi Xhaferin, por e udhëzoi të mos merret shumë me statutin. Natyrisht, interpretimi i nenit statutit duhet të jetë i saktë. Statuti bën fjalë për zgjedhje dhe jo për farsa. Ky deputet është i njëjti që 4 vite më parë e paralajmëroi Berishën se do e shpallte non grata me të rinj demokrat, nëse nuk mbante premtimet. Sepse nuk duhet që të keq përdorohemi përsëri. E them këtë sepse përveç një rrjedhje akoma më të madhe nga Partia Demokratike që mund të kesh, nëse i shkel, do rrezikosh të marrësh non gratën e ne të rinjve. Por në Partinë Demokratike, non gratat i shpall vetëm doktori, si Zheni Gjergjin, që la partinë e zgjodhi qeverin. Por kur vjen tek zgjedhjet ndryshon puna. Nga kuvendi u lajmërua se Partia Demokratike dhe Partia Socialiste kanë rënë dakord për të ngritur Komisionin e Reformës Zgjedhore, me kushtin e barazimit. Partia Socialiste të ketë në krah Tondoshin, kurse Partia Demokratike Agron Sheajin. Sali Berisha nuk ja ka besën gjiknurit, ndaj i dha Bylykbashit rekomandimin e dytë në po kaq ditë, të mos nxitohet. Nuk ka akoma një ekip të mandatuar nga ne. Kurse për partitë e reja opozitare, doktori është për një ofertë të madhe, pasi i mbështetën Binajn mund t'i jap statusin e një opozite të pavarur. Po të kishin kërkuar që të kishin grup parlamentar, ne do ta konsideronim shumë seriozisht